Britania është shteti ku dhjetra të rinj duan të arsimohen. Ky fakt është konfirmuar në një panajir të organizuar në Shqipëri, ku 32 universitete të huaja paraqesin ofertat e tyre dhe mbështesin nëpërmjet bursave për të studiuar jashtë vendit. Organizatorët thonë se kjo është një mundësi e mirë për të gjithë të rinjt shqiptar, ndërkohë që theksojnë se interesi sa vjen e shtohet, pasi e shohin arsimimin në këto universitete si një mundësi më shumë për punësim. Në këtë panajir marrin pjesë rreth 32 universitete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Britania, Zvicra e tjerë. Studentët vinë këtu për të kryer konsulta pasi janë pararegjistruar edhe në faqet online të universiteteve. Këtë vit kemi rreth 1500 të rinj në nivele të ndryshme. Interesi të rinjve shqiptar është gjithmonë në rritje, ndërkohë që një nga destinacionet e preferuara mbetet Britania. Të rinjt paraqiten vetë nëpër stendat e këtyre universiteteve për të mësuar mbi kriteret, mundësitë e studimit, konsultimet dhe plotësimin e dokumentacionit. Ju këshilloj të gjithë studentëve të studiojnë jashtë nëse kanë mundësi. Arsyeja është sepse mësojnë një kulturë të re, mësojnë një gjuhë të re dhe kështu mund të jenë edhe më shumë kontribues për vendin e tyre, nëse do duan të kthehen. Unë personalisht jam me bursë plot në Leza American School dhe shumë nga shkollat internacionale, personalisht flas për shkollat zviceriane, japin bursa për studentë internacional. Unë studioj për infermierie dhe për këtë degën kam zgjedhur të praktike që të studioj dhe atje masterin jashtë vendit. Panajiri edukimi jashtë Shqipërisë do të qëndrojë hapur për 2 ditë